Një denoncimi i fortë ka mbërritur në redaksin ton duke goditur Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave dhe Departamentin e Administratës Publike. Një punonjëse me 12 vite eksperiencë në këtë sistem hedh dritë mbi një skem të dyshuar ku konkurset publike po kthehen në procedura të mbyllura. Sipas saj, ndërsa punonjësit me karrierë skualifikohen për gabime formale, postet kyçe po rezervohen për emra të lakuar në skandale, hetime administrative dhe dyshime për kontraband. Denoncimi fokusohet në disa shpallje konkrete që ngrenë pikpyetje të mëdha. Shpallja 7587, përgjegjës Turni, janë kualifikuar Donald Dikolari dhe Flobenc Guxho. Për Dikolarin denoncohet një pezullim i mëparshëm për shkelje etike, ndërsa Guxho rezulton i lakuar në dosje për shpërdorim detyre dhe kontraband mallrash. Shpallja 7588, kualifikohet Theodor Naçi, emër i përmendur për raportimet mediatike për operacionin Rinas Express, lidhur me hetimet për kontraband. Shpallja 7608, specialist, kualifikohet Merilda Veliu. Denoncimi ngre dyshime për konflikt interesi dhe nepotizëm, duke vënë në dukje lidhjen familjare me ish-drejtorin e Policisë së Shtetit, Ardi Veliu. Ajo që shqetëson më shumë është fakti se në shumë konkurse rezultojnë të kualifikuar vetëm 1 ose 2 kandidat. Denoncuesi akuzon se kriteret hartohen në mënyrë kaq të ngushtë sa të favorizojnë emra të paracaktuar, duke bllokuar konkurrencën reale. Sipas saj, kjo praktikë po asgjëson parimin e meritokracisë në një institucion me rëndësi etike për buxhetin e shtetit. Ndihet një padrejtësi e thellë, thot denoncuesja, e cila shton se punonjësit e vjetër ndjehen të demoralizuar përballë kësaj arrogancë administrative. Kërkesa është e qartë, transparencë plot mbi dokumentacionin, publikimi i kritereve të vërteta të vlerësimit dhe një hetim i pavarur mbi rolin e DAP-it në këto emërime. Kur Dogana, institucioni që duhet të luftojë paligjshmërinë, dyshohet se promovon individ me dosje administrative e hetimore, pyetja që mbetet është kush po e ruan vërtet kufirin dhe arkën e shtetit.